Gjendja në ekonomi për momentin është stabile, nuk ka mungesë fizike të derivateve të naftës, por nëse çmimet e larta vazhdojnë për një periudhë më të gjatë, rreziku është që ato të reflektohen në shpenzime më të mëdha për ekonominë, presione drejt inflacionit, likuiditet më të dobët dhe pasiguri më të madhe në investime, deklaroi kështu kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë, Branko Azeski, në emisionin Biznes 21. Sipas tij, pasiguria nga kriza e shkaktuar nga konflikti në lindjen e mesme është e madhe dhe nevojitet një qasje e shpejtë, e parashikueshme dhe e koordinuar mes institucioneve dhe biznesit. Ризиците за компаниите ќе бидат големи и сериозни ако влеземе во втората фаза, каде што ќе треба да се преземат мерки кои што се нормално непопуларни и ќе доведат до нови задолжувања на државата. А да не зборувам за третата фаза во која што неконтролирано би се појавиле повеќе жаришта воени во светот. Во тој случај мислам дека ние како мала земја шансите нешто да направиме, ние би биле едноставно тогаш колатерална штета. Azeski është i bindur se qeveria do të ndërmarrë masa me kohë. Ai thotë se 3 javë para se të fillonte kriza, kanë ditur se çfarë do të ndodhë dhe janë marrë vesh me qeverinë që shteti me mekanizmat e tij do të mbrojë biznesin. Edhe pse paketa e masave është e njohur, ai thotë se është herët që ajo të bëhet publike. Барањата не можат да се истакнуваат уште сега, затоа што ќе бидат предмет на анализи на тие спекуланти и манипуланти што сакаат да искористат кризата и тие се носат нормално во една постапка која што е предвидена за нив. Воглавном се однесуваат на тоа да се поддржат извозните компании, да се поддржат таргетирано определени сектори кои што се најпогодени од кризата и населението кое што ќе биде сигурно, да речем, во таква ситуација доведено на работна социјалната екзистенција. Sholi gësi gjithandaj, thot Azeski, duke shtuar se po i akuzojnë se duan inflacion më të lartë për të arritur eksportin dhe për t'i bërë shërbim dikujt, por ai thekson se inflacionin e sheh si armikun më të madh të biznesit, sepse e prish parashikueshmërinë.